Dhe avash duke ngrënë gështenjat, kam arritur prap këtu tek bulevardi Nën Tereza, tek këtu te Gjergj Kastriot Skënderbeu, tek Skënderbeu. Dhe rreth e mbanë ka hotelet të mëdha, përballë kam teatrin kombëtar këtu, dhe një hapësirë shumë e bukur. Më pëlqevi shumë ky bulevardi Nën Tereza, sepse dhe ka kafe për të ngrënë, pemë në të dyja anët, domethënë është një gjë shumë e bukur dhe ndihem vërtet shumë e lehtë, shumë e lirë, pavarësisht se kjo tokë ka përjetuar luftra, ka dhimbje të mëdha, por njerëzit janë kaq bujarë sa jam shumë e lumtur dhe do vi përsëri me rastin më të parë. Ja t'ja u tregoj dhe pak këtu rreth e mbanë, ja këtu tek Skënderbeu, nuk e di kush hotel është ky këtu, sepse thashe, është era e parë që po vi. Hotel tjetër dhe Banka Ekonomike përballë, teatri kombëtar këtu, magazine të ndryshme, dyqane të ndryshme në mbanë. Dhe duke shkuar sot në kthim nga radio televizioni Dukagjini, dhe që nga taksia e pash që lart Prishtinën, është e madhe, fantastike, desha shumë të bëj një fotografi nga lart, po nuk desha që ta daloj një taksixiun. Wow. Shtëpitë kanë atë formën tamam, ndihesh vërtet. Unë ndjeva se kur jam në Zvicër, sepse kam jetuar dhe në Zvicër për ca kohë dhe shtëpitë janë tamam aty. Po ku tregohet të gjitha kjo? Ka shumë kosovarë që jetojnë në Zvicër dhe kanë marrë të gjitha modelet dhe kanë sjellë këtu. Vërtet ndjem shumë bukur dhe atë dashurinë që kisha